Policia e Kosovës ka dhënë detaje të reja lidhur me aksidentin tragjik në të cilin humbi jetën një zyrtar policor në afërsi të pikë kalimit kufitar në Vërmic në komunën e Prizrenit. Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të 29 qershori 2026 rreth orës 2:30. Viktima është zyrtari policor me iniciale 3G 59 vjeç, i cili ishte i angazhuar në detyrë në pikën kufitare në Vërmic. Në momentin e aksidentit, zyrtari policor ishte duke patrulluar në këmbë pranë pikëkalimit kufitar dhe në një moment kishte tentuar të kalonte rrugën. Në atë qast një automjet që po lëvizte në drejtimin Prizren-Vërmic e ka goditur me pjesën e përparme pasi sipas policisë, drejtuesi nuk ishte përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës, thuhet në njoftim. Si pasojë e goditjes, polici ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Në vendin e aksidentit ka ndalë prokurori kujdestar, njësia rajonale e trafikut rrugor në Prizren dhe ekipi i emergjencës i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Ndërkohë drejtuesi i automjetit DD, shtetasi i Republikës së Shqipërisë, është ndaluar për 48 orë, ndërsa rasti është proceduar në prokurorinë themelore në Prizren për hetime të mëtejshme.